Përshëndetje zoti Cakrani, faleminderit që pranuat ftesën. Atëherë duke marrë shkas nga gjithë ngjarjet e fundit që po ndodhin në Shqipëri, ku pak ditë më parë të shtëna me armëzjarri në Mamuras, por dhe shumë raste të tjera që persona qëllojnë me armë kundrejt efektivëve policor. Çfarë po ndodh me sigurinë në vend? Shiko, në fakt Shqipëria ka kohë, të në ka vite që rendi dhe siguria jashtë kontrollit. Ngjarjet kriminale në këtë vend tashmë janë bërë një rutinë dhe nuk bëhen më lajm të qytetarët. Unë kam thënë dhe vazhdoj të them që Shqipëria sot është Sicilia viteve 80 ku komandonte Totorina. Përveç të gjithë historisë të këtyre ngjarjeve kriminale, padyshim që kemi edhe raste dhe ngjarje tashmë që ndodhin edhe brenda burgjeve shqiptare. Dhe kështu që nuk kam në asnjë ndryshim nëse ti i arrestoni, ndalon apo i bën përpara përgjegjësisë penale persona për pjesëtare, apo ata janë gjyqëtarë, sepse tashmë po vërtetohet që edhe ku janë në burgje, ata kanë po të njëjtën rëndësi, po të njëjtat aktivitete, dhe kështu që kjo është situata e rendit dhe sigurisë sot. Policia është krejt e pafuqishme, policia është në shumë raste, në fakt që edhe ka dalë nga përgjimet apo edhe nga arrestimet e shumta, është në krah të krimit dhe janë mbështetje të qytetarëve dhe të ligjit. Dhe kështu që kjo është pasqyra e Shqipërisë sot. Shqipëria është e marrë pemë nga kriminalizuar dhe tashmë të gjithë qytetarët shqiptar kanë humbur edhe pak atë besim që kishin tek policia e shtetit, dhe kështu që nuk e di, por kërkohet një angazhim dhe një seriozitet, padyshim edhe një këmbgulje nga drejtori i ri i policisë së shtetit, i cili pak po ka që ta marrë detyrën e re, por shikoj që strukturat e policisë të shtetit në të gjithë qaqet e Shqipërisë janë në shërbim të krimit organizuar, dhe kjo tashmë është evidente pas arrestimeve të fundit që kanë ndodhur në Sarajevo. Ngjarja e Mamurasit nuk është një ngjarje e veçuar, është në vazhdim të ngjarjeve kriminale që kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin. Ne shikojmë vetëm dhe diskutojmë vetëm ku ka ngjarje dhe ku ka arrestime, por edhe ku nuk ka ngjarje dhe ku nuk ka arrestime, situata është po aq e rëndë sa ku ndodhin ngjarjet, sepse në Shqipëri shantazhohen biznesmen, në Shqipëri merren peng dhe mbahen për orë të tëra dhe ditë të tëra biznesmen të ndryshëm ku vendosen edhe gjoba. Në Shqipëri merren në qytetarë dhe shantazhohen që filmosin për të dhënë mafjes të ndërtimit të tokave, toka e kështu me radhë, dhe them që krimi organizuar në Shqipëri është tashmë ka kapur edhe policinë e shtetit dhe padyshim vepron në pushtetin lokal dhe të gjithë administratën publike. Këtë nuk e them unë, këtë kanë thënë raportet e antimafjas italiane, raportet e të gjitha policive të vendeve të Europës, ku thonë që mafja shqiptare dhe krimi organizuar shqiptar është bërë një problem jo vetëm në Europë, jo vetëm në Shqipëri, por tashmë po shikojmë që po na del edhe në Amerikën e Jugut, pra në vendet ku ku nis edhe trafiku i drogës. Kështu që Shqipëria sot është kjo që është në kaosin e krimit ku mbi zotron dhe sundon krimi organizuar. Qartë. Atëherë nga ana tjetër është hapur sërish çështja e vizitave speciale me burgjet e vendit. Si shpjegoni fenomenin e eskortave që lidhen me takimet në burgje dhe siç është rasti i burgut të Reçit? A është ky një fenomen i izoluar apo kemi të bëjmë me një rrjet më të gjerë eskortar? Si arrin këto eskortat kalojnë filtrat për të shkuar në burgje? Jo, ky nuk është një fenomen i tanishëm. Kjo ka funksionuar më parë. Unë ditë të them që në burgjet shqiptare nuk ka patur asnjëherë siguri, nuk ka patur asnjëherë statut të procedurave që kërkon
ligji për organizimin dhe funksionimin e ambienteve të paraburgosurve dhe burgosurve. Problemi që ndodh që nuk është vetëm tek futja e 2 apo 3 që ju i quani eskorta, por të fakti që neglizhenca apo pagesa që bëjnë persona të ndryshëm me influencë që janë në muaj dënimin ose janë në paraburgim, tek drejtues kryesor të institucionit të dënimit, të drejtorët apo kështu me radhë. Prandaj mendoj që situata në Burgje është një alarmante edhe në kuptimin e futjes së eskortave, alarmante edhe në trajtimin e të burgosurve dhe të paraburgosurve, alarmante edhe në themi infrastrukturë që ka sot Burgja shqiptare, por alarmante edhe në trajtimin e ushqimor të tyre. Gjithsesi, problemi sot nuk janë këto. Pra, problemi është vetëm tek futja e eskortave. Ne nuk e dim nëse mund të ndajmë eskortat nga të dashurat, nga bashkëjetuesit ose nga pretendentët për martesë. Kështu që duhet të shikojmë në shumë këndvështrime këtë. Të burgosur që kanë të drejtat gëzojnë të drejtat e tyre, që janë të përcaktuar edhe në kushtetut, edhe në konventet europiane, por edhe në të drejtën për të burgosurit dhe paraburgosurit. Kështu që futja e 1 apo 2 femrave që vajzave që mund të quhen dhe eskorta, nuk besoj që është ky problemi sot i burgjeve shqiptare. Problemi i burgjeve shqiptare janë ato kushte për të cilat poli edhe avokati i popullit bile me raportin dhe rekomandimet e fundit që ai ka dhënë, ka thënë që duhet të mbyllen për institucionet të Bordës Dënimit të Shqipërisë, pasi kushtet në këto institucione janë të papranueshme, diskriminuese dhe jashtë standardeve që parashikon ligji, kushtetuta, konventa, por dhe të drejtat konventa për të drejtat e burgosurve dhe paraburgosurve. Kështu që unë e shikoj këtë një diçka që është shumë serioze për të faktit që futet 1 apo 2, 3, 4 apo 5 femra. Mos avem diçka që të burgjeve shqiptare, ndodh që edhe ato të punësuarit që janë aty, që mund ta quajmë edhe psikolog ose edukatore, ka rënë bien edhe ato në dashurinë të burgosurit, ose mund të themi ka arritur që kanë kryer edhe marrëdhënie seksuale me të burgosurit ose të paraburgosurit, dhe kjo tashmë është një fenomen i gjithë pranuar në administrata të drejtorie burgjeve, qoftë edhe nga të gjithë ata të cilët janë në vendet të këtij fakti. Pra, nuk është vetëm kjo punë problemi që futet 2 ose 3 vajza për të takuar të dashurit ose për të takuar të njohurit e tyre aty. Problemi është akoma më i gjerë dhe është shumë i thellë dhe drejtoria e përgjithshme e burgjeve ose sistemi penitenciar shqiptar, sistemi i burgjeve, ka nevojë për një reformim të thellë, rrugësor, që aty institucioneve të futjes dënim t'i kthehet një mënyrë dhe një trajtimi si vendet e Bashkimit Evropian, për të cilën ne kërkojmë ta adherojmë. Mos avojmë në diçka tjetër, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Ata që punojnë në këto institucione janë paguar keq, pra kam fjalën këtu për policët penitenciar, paguar keq, janë të diskriminuar, nuk e dhe veshjet e tyre ata i blenë vetë tek tregje kështu me radhë dhe shteti shqiptar i ka braktisur krejt duke mos marrë parasysh as gjendjen e tyre financiare, nuk marrë përfshtim, orët shtesë, familjet e tyre e kështu me radhë. Pra, duhet një reformim rregjistor, tërësor në sistemin ton penitenciar. Nuk është vetëm problemi i futjes 1 apo 2, 3 vajzave që ju quheni sport, por është problemi edhe atyre punonjësve që futen si psikologë atje për punonjësve e seksit edhe brenda në paraburgim, apo punonjësve sociale që bëjnë në 2 punë, edhe punonjësve e seksit, edhe marrin edhe pagesat, sepse ne na i thon edhe të paraburgosurit, ato të burgosurit tot, sepse kemi njerëz atje dhe e dim shumë mirë,
Kjo është një sistemi që ka nevojë për një reformim rrugëtor. Përveç se jemi tek kushtet në burg, a mendoni se amnistia penale e bërë këtë vit do të ndikojë në ripopullimin e burgjeve? Dhe apo bëhet kjo nismë për të fituar politikanët që janë aktualisht të burgosur? Shiko, do të kuptojmë diçka. Amnistia është një akt amnistia në vetë bëjmë qofshin në vend veratike, por dhe ato diktatoriale. Dhe duke qenë që është aktu padyshim, do të përfitojnë të gjithë, nuk do të jetë diskriminuese. Unë nuk them që është dënuar 25 vite për vrasje e duhet vrajnë. Jo, absolutisht, por problemi që ndonjë, pse mos e përfitoj edhe ai nga amnistia? Pra, pse mos e përfitoj nga amnistia? Është të gjithë nga amnistia, të gjithë kanë të drejtat, nëse do bëhet një ligj për amnistin, ti ulet në dënim i caktuar, dhe unë mendoj se duke bërë një amnisti gjithë përfshirëse, padyshim që jo vetëm se do ulet numri i të burgosurve ose të paraburgosurve, por padyshim do ketë edhe një buxhet ose buxhetona do marrin edhe një frymëmarrje nga pikpamja e mbi popullimit të tyre. Dhe mendoj që amnistia është veç aktit human, është edhe një akt tjetër financiar, sepse ka qytetarë ose popull të burgosit, të cilët u kanë mbetur edhe pak muaj ose pak vite, për të cilët duhet të përfitojnë me qëllim që ata të dalin dhe kështu që edhe shteti shqiptar lirohet nga një bazë financiare, sepse ju e dini që një i burgosur ka koston rreth 50 euro ose 50 lekë në ditë apo më shumë. Dhe kështu që të gjitha këto, veç aktit humanitar, aktit financiar, padyshim lirohen edhe familjet e tyre që janë jashtë, sepse kur familjet ka familjarit e tyre në punë, kjo poshtëri është një problem sepse shkojnë aty, i vizitojnë, shkojnë duke i quajtur ushqime apo dikush tjetër që shkruaj familjar, mba familjen, po të dalë jashtë familjen, ai do shkojë të punojë kështu me radhë. Prandaj që amnistia nuk është do pa vetëm nga përshkrimi i bipopullimit, as nga akti humanitар, por duhet pa në tërësinë e saj, që ka rëndësinë e saj në të do ta marrim në të gjithë kontekstet e jetës së përditshme tonë. Shumë faleminderit për kohën. Faleminderit juve. Ju pafshim dhe ditë mbar. Kalofshim.